Mirëmbrëma miq të dashur, po takohemi në një tjetër edicion të emisionit Distrekt. Tu së bashku, sonte do të flasim për një temë në fakt e cila na ndjek vazhdimisht në jetën tonë, është ndikimi digital në zgjedhjet tona personale. Apo bëhet ky një fenomen nga rrjetet tona sociale dhe nga presioni që kemi vazhdimisht nga mediat dhe ndikimi i tyre. Sonte do të flasim për një temë e cila pak vite më parë ka qenë një dokumentar dhe tregon historinë e një pinguini në fakt i cili u largua nga kolonia e tij dhe nisi drejt një rruge pa kthim. Një video e cila është shkëputur nga një dokumentar para shumë vitesh, është bërë një nga videot më virale që nga fillimi i vitit 2026. Dhe ne së bashku kam kënaqësinë që këtë temë dhe jo vetëm rreth kësaj teme do flasim me panelin në studio. Sonte kam kënaqësinë që të ftuar kam Albatros Serrezha, shkrimtar, krijues dhe dramaturg. Albatros, mirëmbrëma dhe mirë se vjen. Po ashtu, sonte në panel kemi edhe Bardha Gërdovci, psikologe e botës së digitalizimit. Bardha, mirëmbrëma dhe mirë se vjen. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Po ashtu, në anën time të majt është edhe Arjan Mavriqi, fotograf i botës së Eiger. Arjan, mirëmbrëma dhe mirë se vjen. Faleminderit për mundësinë. Ambasadori i Kosovës. Arjan. Po. Ambasadori i Kosovës. Definitivisht po, mundemi me thonë që ndoshta fotografit janë mënyra më e bukur që edhe për me prezantu vendin ose arti. Unë kam kënaqësinë që sonte t'ju kem në studio, edhe të flasim për një temë që po besoj e keni pak a shumë ndoshta këtë video në shkurt cilin edhe e komentova në hyrjet e emisionit. Sa ju ndikojnë videot përgjithësi ose mesazhet që japen në botën sociale? E media sociale, Bardha. Duke marrë parasysh që digitalizimi ka marrë hap të madh, sidomos rrjetet sociale dhe janë një ndër gjërat që më shumë të përdoren. Edhe videot në këtë rast, sidomos në video e tillë siç është rasti i pinguinit, merr bagi vëmendje të madhe duke marrë parasysh që edhe njerëzit si njerëz kanë filluar të ndryshojnë, ndoshta jo me vetëdije, po pa vetëdije, ndjenjat e tyre kanë filluar të ndryshojnë në jetën e tyre të përditshme për shkak të jetës dinamike, ndryshimeve të ndryshme, edhe po m'duket që ma lehtë, jo m'duket, po sipas shumë studimeve të fundit, është pa që ana e digitalizimit po ndikon tepër në sjelljet dhe në ndikimin e rritjes së empatisë të njerëzve. Sidomos tek gjeneratat e reja. Gjeneratat e reja kemi parasysh po ndikon më tepër në anën pozitive, po humbet, po zhvillohet empatia apo po humbet? Po aty deshta dal, është më tepër një farë lloj rritje empatisë, por më tepër rritje empatisë ndaj gjërave digjitale që po i shohin, sesa ndaj gjërave reale. Do të thonë është një farë, nëse nuk dim ta kontrollojmë këto, po fillon të bëhet një lloj varësie, edhe kjo pjesa e digitalizimit ku përmes që fotografitë janë gjithmonë të bukura, videot janë gjithmonë të bukura dhe japin mesazhe shumë të mira. Po, nganjëherë shikimi i tepërt i tyre është edhe po i mbyll gjeneratat e reja, do të thonë më tepër po fokusohen tek ato sesa që po e aplikojnë në jetën e përditshme. Po, ka edhe raste ku një video e tillë ja u zgjan edhe atë empatinë, edhe i shtin të dojnë njerëzit për rreth pak më tepër, ndoshta i bëjnë më vetëdijshëm. Do të thonë kur e shohin një gjë të tillë dhe thonë bota sa e bukur është bota e natyrës, sa e bukur është bota e kafshës, në këtë rast më bukur e dini ju se sa unë, do të kur ata kanë kaq shumë dashni, ne si njerëz pse nuk mundemi me dhanë, pse nuk mundemi me bën një gjë të tillë. Po kjo lidhet edhe me shumë gjëra tjera, rritja e vetbesimit, jap një farë kurajo, jap një farë kurajo, jap një shpresë, jap një farë guximi që shkon. Po sa është Arjan kjo romanticizmi i këtyre kafshëve, ndoshta sa mund të na jep neve mesazhe edhe tek sjelljet ekstreme. Po tash bazuar mbi përditshmërinë time që jam çdo ditë në terren e malore, sidomos edhe kur mësohesh me i dëgju thirrjet, ato frekuencat e tingujve të zogjve shtektar dhe jo shtektar, sinqerisht fillimisht e ki problem, andaj mua adoptu me u kthy prap me këtë çfarë shohim përditshmërinë apo ajo çfarë na rrethon në shtete. Edhe sepse nuk e ki dorën zemër në rrjetet sociale, nuk e ki çdo postim, sikur për shembull shoku jon i nderuar Albatrosi që t'jap një mesazh secili e gjen veten në shkrimet e tij.
edhe personalisht shumë shpesh e përcjell edhe domethënë shumicën thuajse 99% shkrimeve ka që ngjellen një pozitivitet dhe t'japin një mesazh për t'u përgatitur për jetën, për të parë se çfarë mund të ndodhë ty tani shmentarën në kështu më radhë, po që shumica e këtyre postimeve dorën zemër janë ekstrem. Që tu orknej në postimet e mia që postoj shumë për botën e kafshëve, sekretet e tyre, anën misterioze që kanë edhe më shkruajnë tepër është rrit numri i njerëzve që më thonë u kënaqe natyrë më mirë me kafshë se me njerëz. E kjo t'jep me kuptu që kemi mri me një pozicion ku njerëzve shumë pak më ju bën përshtypje ajo çfarë shohin në rrjetet sociale, ke dhunë, ke mesazhe shumë pak pozitive. Prandaj edhe ajo çfarë unë përfaqësoj ose kur dal e kuptoj që qetësia që gjen njëri natyrë mandej nuk lën hapësirë as me mendu për gjëra ekstreme. Thuaj që është e pamundur. Je i qetë, përgjigjen e ke tamam nivelin e duhur që do të më pas një njeri, edhe mundesh me kon shembull për shumicën e njerëzve të cilët janë lodh më nëpër zyre, edhe aty kanë depërtuar rrjetet sociale, më edhe në zyre, flitet çka ka postu filoni pro masoda që domosdoshmë shumë pak ndoshta flitet edhe për vetë punën që janë të vu. Ktu është problemi që ndikimi i rrjeteve sociale më për momentin ka kaluar edhe në gjëra ekstreme. Zoti na rujt edhe këto ke në fund. Nëse shihni se te çfarë niveli ka mri dhuna nëpër TikTok, nëpërmjet atyre njerëzve të cilët përfitojnë prej klikimeve atë shqetësuese se mo nuk kanë kufizime, domethënë flitet gjithçka, kërcënohet secili. Është një liri për gjithë që normalisht liria shpesh mundet me paraqitë edhe rrezik se mund të shohim lloje të ndryshme të njerëzve, tashmë edhe mediat nuk janë të fokusuar veç në një televizion. Nuk është të korrigjoj, nuk është liria, është papërgjithshmëri, se liria kur nuk është problem. Liri gjithmonë ka pak. Po është papërgjithshmëri. Njeriu do njeri papërgjithshëm. Jo. Liria o prirje natyrore e njeriut edhe por papërgjithshmëria është ajo që del në rrjetet sociale del pa filtra. Para rrjeteve sociale ka pas filtra, shoqënia ka pas filtrat e vet, edhe nuk ka mundur me dal ajo aq në sipërfaqe. Tash në rrjetet sociale s'ka filtra, edhe ajo del, pastaj është kriju dhe ky trendi se kjo është kultura, kjo është mënyra dhe është mirë të përfshihemi në këtë gjë. Njerëzit e pranojnë si normale atë. Ka mungesë në reagimin e institucioneve, për shembull se unë jam edhe ndër tjera jam edhe jurist, edhe mendoj që duhet krijohet si institut i ri e drejta digjitale, që të trajtohet përgjegjësia e njerëzve që kanë në sjelljen online. Pse kjo është e domosdoshme? Para disa, pothuajse para një dekade, e kam edhe më shumë se një dekade, e kam pas lexuar një ese për Technosapiens. Technosapiens, autori e bante një shtjellim ku thoshte ne si qenie njerëzore jemi Homo sapiensi, dhe Homo sapiensi ka për një kohë të gjatë dominon planetin. Domthonë para arsit tanë janë zhduk. Thotë tash mundësia e evolimit biologjik është shumë e vogël, por njeriu do evoloj në Technosapiens. Thoshte që do shkrihet teknologjia, do vija ndarësi mes teknologjisë dhe biologjisë do të shkrihet. Edhe si po thënë produkti i kësaj do jetë Technosapiensi, njeriu i cili me një kam do jetë në botën reale, dhe një kam do jetë në botën digjitale, si robot. Edhe thuajse që edhe gati jemi të shkuq asaj. Kjo është e tash reagimi i institucioneve duhet të jetë më i shpejt, duhet me kalu ligje në parlament ku kodifikohen këto gjëra, sepse nuk mund të trajtojmë tash jetën digjitale si diçka jo reale. Këtu te ne ekziston ideja që jeta digjitale është jo reale. Ti mund të flasësh sa dush, mund të bollizosh sa dush, mund të shash sa dush, mund të bësh edhe njeri status reply ka qenë status, ka qenë një diçka,
mendoj që shpërlahet me kaq. Më falni se po, mu po, me vërtet. ndërlidh këtu. Këtu është ku hym ne si psikolog të media psychology që quhet në gjuhën angleze apo teknologjia dhe psikologjia. Domethënë Po këtu bashkë më jemi në intereson Albatrosi tha që duhet shumë shpejt me u ngrit një vetëdijsim ndoshta edhe prej organeve kyçe të shtetit, shembull, që me reagu edhe me i vendos disa kufen, shembull. Bardha më tregove pak më herët që ke studiu edhe jashtë. A mendon që kanë pas ata ndoshta në Amerikë një reagim pak më të shpejt që me pas ndoshta një lloj kontrolli ose menaxhimi se shpifjet shembull në vendet e huaja dënohen edhe janë pak më merren pak më po në Amerikë sidomos ligjet janë shumë strikte ndaj bullizimit digital, sidomos kohëve të fundit kanë hyrë në fuqi shumë ligje të reja. Sepse këta domethënë unë vite më parë kur kam studiu media psychology ka qenë shumë e re, edhe në Amerikë. Tashti në Kosovë është ende një trend i ri, të cili po vinë njerëzit vetë disun falin, ngadal, por po merr pak më shumë kohë. Tash në Amerikë sfari ka filluar, domethënë fakulteti është në California, në Hollywood, domethënë bota e digitalizimit në Hollywood ka qenë edhe në atë kohë shumë e përhapur. Pse kanë filluar? Sepse krijimi i robotave, siç më herët, kanë filluar të dominojnë në ndjenjat e njerëzimit. Domethënë ku krijimi i robotave. Domethënë kanë filluar, sidomos në vendet Kina, Japonia, njerëzit kanë filluar të izamencojnë me robota. Domethënë shumica janë disa gjëra që është mirë robotat ndihmojnë. Po për shembull kanë shkuar deri në një pikë ku çiftet ku nuk kanë pas fëmijë kanë krijuar robota që më javë zamencu fëmijë. Domethënë që kjo ka filluar të humbet edhe ajo vlera e njerëzve. Roboti asnjë gjë, teknologjia është shumë e mirë, po është një gjë që na duhet të rritemi, na duhet të lidhemi me botën, por nuk mund të ta zavancon njeriu, nuk mund të zavancon shpirtin. Mund të zavancon njeriu edhe empatinë e njeriut, dashurinë që ka njeriu, që vetë natyra ja jap. Po ashtu edhe kafshët e kanë ata të vetën, po si qenie njerëzore nuk mundet të zavencohemi me një robot ose një gjë që është e metal. Inteligjencë artificiale. Inteligjenca artificiale mundet me të ndihmu, po prap njeriu është ajo që krijon inteligjencën artificiale. Domethënë nuk mund ta zavancon trunin. Njeriu e krijon në fakt inteligjencën artificiale, po tash ka krijuar një farë që ndoshta në vetdijen tonë po ndikohemi nga kjo inteligjenca. Po, kjo është ku vjen domethënë pa e kuptuar në afare. Po këtu deshta të them që tu hyn ajo vetëdijsimi ku duhet ne kurse që është pjesë e kësaj, psikologët në përgjithësi kanë të drejtë të hyjnë këta, po sidomos ne që kemi specializuar këtë pjesë të ngritim zërin ndaj kësaj pjese dhe t'i vetëdijsojmë njerëzit, sepse siç e thekët më herët, një koment në status ka ndikim të madh tek një njeri. Për shembull, e vendosni status me lirinë e kemi si njerëz gjithë vendosim flasim për gjëra që na mundojnë e tjera, sidomos në anën e rrjeteve sociale. Po, nuk ka të drejtë dikush tjetër të ofendojë dhe të bullizojë në një pikë ku ndikon në mirëqenien tënde. Ose bëhesh komplet i varur kur nuk zgjohesh as nuk lëviz pa shiku telefonin, pa pasa like i ka marr, kush ma bën view storyn, kush më tha po duken bukur sot e tjera. Domethënë kjo po ndikon në shëndetin tonë mendor. Po, sa ndikon Arjan tek puna jote ndoshta ai presioni për me kriju një fotografi ose dokumentar viral? Në këtë që po përmendet e Bardha. Dorën zemër presioni jam është pak më i veçantë, domethënë edhe nuk ka shumë të tillë ose më thënë më mirë, ndoshta unë jam i vetmi që jetoj pikërisht në Kosovë, domethënë kam nga pasioni shndruar në profesion, kam dokumentarin tim përveç që postoj në rrjetet sociale të mia, po ashtu punoj në televizion dhe kam dokumentarin tim javor. Edhe e kam bërë nevojën e njerëzve për të njohur më shumë për natyrën, përgjithësi për kafshët, sepse ka pas shumë mungesë edhe shumë lehtë bëhesh viral. Njerëz në ditë sotit kanë mungesë të informacioneve për botën e kafshëve, sepse një kohë gjatë ne kemi fillimisht e përjetuar një luftë, pastaj shumica e njerëzve në Kosovë ishin të fokusuar mbi ndërtimin e vendit, institucione kështu me radhë, edhe bota e kafshëve nuk është marrë hiç kërkush me to. Edhe çaj qeveri që ka, çaj ministri që ka ekzistuar veç formalisht, por nuk është marrë absolutisht me rëndësinë e kafshëve edhe për vetë njeriu.
Pra se është fakt që ne krijesat njerëzore nuk mund të ekzistojnë pa kafshët, është e pamundur vetë botat të mbijatoj, është e pamundur, domethënë. Edhe prandaj këtë postimet e mia bëhen ndoshta pak më shpejt viral sepse mungesa e informacioneve apo kalimi në diçka tjetër nga përditshmëria çfarë i shohim është pak më e lehtë, pak më e mirë, por që a ka shumë punë për të bërë mbështetje po, neve na duhet mbështetje institucionale sepse shumë mirë tha Albatrosi, këtu do edhe shteti me dhoni ndihmë se s'mund është i vet. Apo kur shteti lejon gjithçka mu llogarit si normale, mandej ku po ekzistojnë limitet, për çka duhet me ekzistu ligjet, për çka duhet me ekzistu një nen atje, domethënë. Prandaj atje ku duhet epicendra e ligjeve edhe për social media, që duhet me pas megjithatë një kriter, njerëz bullizohen pa mos, s'ka kush i mirët me ta. Shpifet për ty, për këto, për ato, çfarë thojnë për neve, kush s'mirët me ta të drejta e lirisë shprehjes. Po. Nuk i sjell mirë, nuk kontribon kur gjë. Prandaj dhe ka me ardhë një pikë ku jemi sot që jemi në Amerikë, se bardha kishte jetu një kohë, a është situatë e njëjtë? Jo. Me ardhin e presidentit Trump tash krejt ka ndryshuar gjithçka, po flitet që nuk mundet më bash kushdo çka do me thonë, do shtresat njerëzve që kanë pas një pasaport me do emra të ndryshëm, mo nuk e kanë, sepse është po që është koha e fundit ku njerëz do të më marr pak me do ndryshime se po shkojnë për kalim çdo kufi. Po, mirë, kur kthehemi prapë te kjo tema, domethënë e kuptoj shqetësimin, edhe është një mesazh po besoj shumë i rëndësishëm për gjithë ata që e ndjekin se në çdo profesion, sidomos ato që kanë target mediat ose rrjetet sociale, është e detyrueshme ose e domosdoshme që me u thonë mesazhe të tilla, po te kjo tema e pinguinit, më intereson me ditë se ka shumë mesazhe ose jo, ka shumë informacione që na nuk i dim rreth kafshëve. Më intereson me ditë çysh ti vetë ke kuptu ose çysh e ke përjetu këtë situatën e kësaj videos shkurtër. Po u lidh me këto ditë të sojit u lidh, prandaj u bë virale. Se njerëz ju lodh, domethënë me këtë përditshmëri, me këto informacione se nuk është që në Kosovë jemi ndryshe pe ty në Amerikë, dorë zemër këtë gjithkund ka deportu kjo puna e problemeve. Dinamika e jetës shpejt. Dinamika e jetës shpejt, po se po edhe informacioni që dërgon me një fat rekord të shpejtësisë deri tek njerëzit. Na e dim se nëse një njeri ke njoft pak ose keq sipërfaqësisht tash e njeh krejt, s'ka nevojë kush më shkoj kërkujt shpejt. Përmes rrjeteve sociale din kush është ai njeri. Po. Edhe kur njerëz lodhen me këtë aktivitet ditor, mandej fillojnë dhe marrin shembull për mirë edhe rastin e pinguinit që është ndo prej tufës me shku me gjetë një qetësi. Apo? Po. Njëjtë kemi vë dhe na. Tash ajo interpretohet mesazhet ndryshme, dikush thotë se ka ndjek ëndrrën, ka rreziku jetën, është ndo nga kolonia, etj, domethënë është. Po shumica nuk e kanë thonë ashtu, shumica kanë thonë që nga lodhja, nga çato sprova që ka pasur edhe prej tufës pinguinëve të tjerë. U lodha dhe ky si ka shku dhe më me gjetë një paqe, gjatë për cilën njerëz të kanë shumica për komenteve të jedin kanë qenë që edhe ne kemi nevojë për diçka tillë, pra mu largu për përditshmërisë bile, për atë se lexova, shumë njerëz tash e kanë marrë shembull, sidomos në Amerikë, në Kanadë, edhe kanë filluar me shku me jetu vetë male, duke marrë shembull të pinguinit. Po. Ka pas një ndikim të jashtëzakonshëm prandaj. Ka ndikim të jashtëzakonshëm te njeriu. Se ne e tham më herët me bardhën me juve para se me ardhën Batrosi, e tham që tek postimet e mia në rrjetet sociale ka plot njerëz që më thonë është ofendim, nuk ka marrë puna kërkush, kërkujt s'ka me thonë me marrë si ofendim me i thonë o kafsh. Apo den se po i marrin shembull tash për mirë mo kafsh, sepse çash kemi kalu një kufind me sjellje, me agresivitet, me postime në shumicën e rasteve jo duara sa që mo, aja pjesë harrohet tash fillojnë edhe me marrë fjallin kafsh komplimente. Absolutisht. Në qatë pikë kemi marrë. Albatros, sa mendon që po ndikon ky algoritmi i rrjeteve sociale ndoshta po e zaventson këshillën njerëzore? Ne po ndikohemi prej asaj që ka servohet. Edhe gjithnjë më tepër është më vështirë për me shkputjen, me rujt autonominë personale. Unë këtë punën, në këtë dritë e kam pa dhe këtë videon me pinguinin, mesazhin që jep, unë e kam kuptu në një formë ndryshe, kam pas një
një rezonancë me të, me idenë që njeriu në një moment caktuar duhet dalë nga komfort zona. Edhe komfort zona që ta ofron gjëra që njohin, prodhon edhe lodhje, si e tha Arjan. Monotonia, gjërat e njëjta, harxhimi, dhe kjo krijon, por në njëjtën kohë krijon edhe një lloj komforti, sepse njeriu ballafaqohet me pothuajse zerrot pa njohura. Edhe mos ballafaqimi me të panjohura, njeriu t'ia jep iluzionin e një qetësie të brendshme. Por e ka një efekt tjetër shumë negativ, i vret ambicjet, e vret dëshirën për zhvillim, paralizon, e paralizon dëshirën për zhvillim, edhe njeriu në një moment caktuar mendoj që duhet me dalë pi komfort zonës. Tash unë si artist të e përjetoj edhe me një dimension tjetër. Gjatë studimeve shpesh kam meditu për një metaforë, sot që nëse sot njerëzimi ka po shkon 8 miliard apo i ka kalu 8 miliard, tash imagjino sa njerëz kanë jetu në këtë botë, por kur e shikojmë sa njerëz realisht përmenden. Me një epokë përmendet Aleksandri, pastaj përmendet Cezari, Kleopatra, domthon aty gjitha ato vite, gjitha ato ngjarje përmenden 3, 4, 5, 6 njerëz. Domthon përmenden ata që kanë dalë nga zona e komfortit, që janë ndapi tufës, që kanë rrezikuar, domthon ka shumë të tjerë që kanë dalë pi tufës e kanë dështu, po historia si përmend ata. I përmend vetëm ata që kanë pas sukses. Profetët të gjithë se kanë dalë pi tufës, por me predikim diçka tjetër. Edhe tash në këtë rast, unë mendoj që njeriu duhet të rrezikojë ndonjëherë në jetë, të dalë nga kjo zona e komfortit. Edhe kjo pat një mesazh shumë fuqishëm, sa që edhe presidenti Trump e përdori, domethënë nga gjithë Grenlanda ishte një pinguin që doli nga i komforti, ne s'dojmë Amerikën, ky tha unë po dalë dhe po shkoj në Amerikën. Është ajo foto që nxjerri Trumpi, domethënë si ide që ndryshimi bën mirë. Kështu që unë mendoj që pavarësisht sa na sulmon, se kjo është një farë lloj sulmi, po i ndryshimit në mënyrës tonë jetesës, njeriu tash duhet ta bëjë këtë lëvizjen, të dalë pi rreshtit, ta krijojë realitetin e ri, ta imponojë realitetin e ri. Më pëlqen shumë, nëse ai keni pa filmin G.I. Jane, është për atë specialistën e parë femën në njësinë më elite të ushtrisë amerikane, e cila i lufton gjitha stigmat, që është ai trajnim është i vështirë për meshkuj, i lemo për një femën, ai lufton gjitha stigmat, gjithë presionin që ajo të hek dorë, gjitha të gjë, edhe ajo nuk hek dorë. Dhe aty ishte mesazhi që ai nuk e pranoi realitetin e imponuar, po e krijoi realitetin e vet. Unë mendoj që sot, sidomos te brezi i ri, është zbeh dëshira për me kriju vetë realitetin. Kjo është pasojë edhe e brezit të prindërve aktual, cilët janë rrit me ato problemet e viteve 80-ta, problemet e viteve 90-ta, me mos pasje, me pamundësi me gjitha, mendoj që tash fëmijëve të vet duhet m'ia u kriju të gjitha. Edhe tash bëhet ai 30 vjeçar edhe ka problem me funksionu pa prindrit. Pa prindin, është shumë e vërtetë. Fakti që shumica e gjeneratës tash që i shohim nga mosha 30 vjeçar, pa dashur me bu dallimin meshkujt apo femnat, se mu m'duken që vajzat janë pak më të zojat në këtë aspekt. Po, 1.000.000%. Po, nonat e kanë kriju qatë empatinë shumë të madhe për djemt fëmijë, saqë e kanë atë komoditetin edhe në moshën 30 vjeçare, janë shumë ma... I kanë bërë të varur. Po, i kanë bërë të varur. Kështu që nështë ta pinguini është një histori shumë e mirë që më ndikua. Ariu polar, për shembull, ariu polar, nga bota afër me pinguinin, e rrit atë ariun e vogël, vjen një moment, e përzen. Nona e përzen, e dëbën fëmijën. Fëmija i shkon mrapa, ajo e dëbën, sepse i thotë, gjindu tash, ballafaqohu me jetën, mësohu, se s'do e kesh ti nonë, s'do e kesh nonën tërë kohën që të kujdeset për ty. Ndërsa kjo rrjete sociale tash vëq e kanë shtu këtë iluzionin e varësisë edhe më tepër. Kjo është, këtë po ndërgjë është shumë me rëndësi me tregu te lejleku, fillimisht të vegjëlit e lejlekut, doli me prindrit për të mësuar teknikën e gjuetisë apo të mbijetesës. Po është interesant albatros që pastaj prindrit shkojnë nisën të parë për shtektim, pastaj të vegjëlit e tyre. Po, kështu që ka shumë histori në fakt që ndoshta mbi me mijëra kilometra pastaj i bojnë vetë dhe këto si e bojnë për me instiktin e mbijetesës. Ato nisën të parë dhe mandej nisën. Prindrit nisën të parë, pastaj të vegjëlit pas tyre nisën vetë, domethënë duke gjetur vetë
Cila është historia Arjan ndoshta që diçka e ngjashme me historinë e pinguinit gjatë realizimit dokumentarëve tu që ndoshta e ke gjetë vetën ose ke kriju një farë emocioni që të ka prek, që nuk po dyshoj që ka pas shumë, po na një që ty të ka mbetë kështu në kujtime. Vetë bota misterioze ose ku dion përditshmëria ime që shoh gjatë xhirimeve ç'a bojnë kafshë, sidomos bota e shpendëve dorën zemër, sepse ne kemi më shumë shpend se gjytarët e vend, që janë ujkuarive këto, por shpend kemi më shumë dhe aty kemi fokusin më shumë si Kosovë. Çdo ditë shet gjithçka. Edhe diçka që të lën pa fjalë, domethënë ka raste kur kam zbulu diçka vetë që se kom dita, se kom lezu kërkon, me rastin e një lloj të zogut që është Çukapiku i Gjelbërt, Piku Zviridis emri shkencor. Brenda dhomës këtyre Çukapikëve folonizojnë apo më qelin dikun 6 vezë apo 6 Çukapik të vegjël. Edhe mas një periudhë kohore kur unë kom vendos kamerën, para se me vendos kamerën, në fakt kom shku mas 2 dite edhe kom po që 2 prej tyre janë poshtë në tokë, kishin gorë. Edhe u të me rova, thash këtu si ka marrë as ndonjë grabiçar, çfarë pas ka ndodhur me këta 2 të vegjëlit. Shkova për t'i vendos një kamerë për ta pa situatën se çfarë ka ndodhur realisht me ata zogj. Pastaj poshtë që në momentin që rriten Çukapikët e vegjël brenda foles, zmadhimi i trupit të tyre apo nuk e lejon më që krejt ata të jetojnë brenda asaj dhome, edhe ç'a bojnë e shtyjnë njëri tjetrin me gjuhën tokë. Është pak e tmerrshme, është pak e mërzitshme, por që ti e kupton që për fat keq vetëm 2 prej tyre mbijetojnë nga 6. Edhe gjithmonë jetë në mirëkuptimin, kuptimin asaj që prandaj edhe ne emocionalisht lidhemi me botën e shtazëve edhe kërkojmë non-stop që t'i ruajmë. Sepse shumicën e rasteve këto faktikisht vetë flijohen mes veti. E ç'ket bën kur flet për botën e kafshëve me pas një zonë më të lartë, edhe me ngritë si problem vetëdijsimin përgjithësi të popullatës. Po, pak të ne me pas ndoshta një farë kujdesi. Absolutisht, ose tek ku e përmendni Arion polar albatrosi, te ujqit është njëjtë, pra ujqit janë çifte monogame ose për nuk lejon çiftëzimin brenda familjes tyre, ata brenda një kohe kur të vegjëlit rriten apo janë të aftë për gjuajt kafshë të tjera për mbjetesë vet, janë të obliguar për ta lshuar tufën, për të dalë, për t'u larguar nga tufa, vetëm pak një numër i vogël i tyre i ruan çifti alfa që duhet për mbjetesë për të ardhmen, nëse nuk largohen të tjerët, atëherë mbas një tentative të parë, dytë, kur prindrit tentojnë t'i largojnë këta individëri, nëse nuk largohen atëherë detyrojnë dhe t'i vrasin vetë. Që mos me u çiftzu brenda. Që mos me u çiftzu, pra që mos me pas të tilla probleme. Qëto na i shohim kemi përditshmëri këto informacione, prandaj dhe emocionalisht ti ujqet. Po, është edhe për ujkun. Shumë interesant, nuk e pas na dëgju. Kam dëgju për pinguinat që janë që nuk, domethënë nëse partneri vdes, nuk e di sa është e vërtet, vdek edhe partneri pas lëndor shumë, edhe te leleku është e njëjtë. Te leleku janë çifte monogame, edhe te mjellma, edhe tek pllumbat. Ka shumë të tjerë të cilët pra bëjnë njëjtë. Bardha, Albatrosi më herët tha që në një farë forme, domethënë këto rrjetet sociale po na ndihmojnë ndoshta për me kriju një farë realiteti që me qenë më të guximshëm. A mendon që po na ndihmojnë apo po krijojnë varësi, sa pajtohesh në fakt me këtë? Është një farë si mesi, sepse na ndihmojnë po për me përhap fjalën më lehtë, domethënë përmes digitalizimit një mesazh mundet me shku në gjithë botën ndoshta brenda ditës, nëse dojna me fjalë për shembull me dërgu dikon, merr më shumë kohë. Ndoshta unë flas diçka këtu, po për shembull në vende të tjera nuk mundën me ndëgju ose nuk e kuptojnë thjesht çka unë po flas. Në botën e digitalizimit kur shpërndahet një mesazh, mund të shpërndahet më shpejt dhe më lehtë. Po tash
ana negative në këtë pjesë që mundet me qenë është që mundet me u keq përdorur për shumë njerëzve. Domethënë është atë dërgon një mesazh shumë të qartë, të mirë, siç është puna e pinguinit këtë rast që po flasim, sepse brenda kësaj unë edhe një sen, mundem me shtu që ndërlidhet me këta është çështja e mbijetesës, nganjëherë vetë mbijetesa domethënë shtyn me bë ndryshime në jetën tonë. Ndryshime ndoshta që s'kemë menduar që kemi bë ndonjëherë, po truni aktivizon, domethënë mbijetesa. Ose nuk e din kur sa je fort derisa nuk vjen te çaja fiks. Domethënë kur vjen deri te çaja pika me tregu sa je fort këtë rëndësinë tonë, domethënë forcën e brendshme. A janë vendime të mira ose pozitive ato kur je në një survival mode, domethënë në gjendje mbijetese nga ana jote si psikologe? Mund tash varet krejt sa mundesh me kontrollu ankthën, stresin që rritet brenda teje. Do thonë kjo vjen krejt ajo vetë kontrolli i stresit, menaxhimi i stresit, por nga shumica e rasteve survival mode kur je në atë pjesën që duhet bësh një zgjidhje për mbijetesë, zakonisht janë të mira për arsye se të shtyn me mbijetu, me kalu, me marrë qatë rrugë edhe ti patjetër ka mund të imponu me shku më lart. Drejt maleve. Drejt maleve, drejt kudo, po tash bota e digitalizimit në një farë mënyre pak po e mbyt këtë pjesë, sepse përmes anës digjitale na po mendojmë që shumë lehtë po kalojnë në për shumë vende. Nëse s'mojmë mbijetu në mal, këtë rast, hajtë se ulem që aty boj diçka në një zyrë, mirëm me një diçka online, e shpërndaj një video online edhe dal dikund. Ama nuk e prap kjo aftësia jone brendshme si njerëz që jemi, si natyrë që e kemi nuk është që po del në pa shumë. Do me thamë një farë mënyre, ana digitalizimit aq sa është e mirë dhe po na paralizon në shumë gjëra, po në këtë rast për ata hymë profesionalistët që duhet të flasim sikurse edhe për gjëra tjera, për këto varësi tjera që i kemi që gjithmonë si psikolog mirë me tjera tjera. Po, në fakt tash është kriju përveç varësive që janë konë fenomen për me u ndoshta për me u përmirësu, që kanë qenë të psikologë ndryshëm që janë trajtu, janë hapë edhe shkolla, tash kom dëgju që janë hapë shkolla edhe për varësitë e rrjeteve sociale. Që do me thonë është tamam një varësi që njerëz është një çështje aktuale, shqetësuese që të gjithëve po na shqetëson dhe në një farë mënyre po na pengon në jetesën tonë, po na penalizon në një mënyrë apo tjetër. Do me thënë, për që ata dhe duhet të vëdësohemi dhe duhet marrim një iniciativë që mos të lëjmë këtë botë e digitalizimit në këtej në robotizëm, si që tash më herët, si që i mora disa shembuj ku edhe fëmijët kanë fillu të zavendësohen. Në pas në shta një vetë kontrol. Të kemi një vetë kontrol më të madhë. Këto është pojenta gjithë të rrim pak më shumë e kafshët. Po, fiks se kafshët mësojnë shumë gjëra. Është edhe terapia e kafshëve që përdoret tek psikologët. Në Kosovë nuk e kam pa shumë, më falë që po i marrë shembuj këto, po çam kanë ra mund sy, domethënë të kohëve të fundit. Një macë në bërë shumë hajrë. Një macë. Është sepse macat njihen që janë të lidhur edhe me energjinë e njerëzve shumë, që ndikojnë edhe në qetësimin e njerëzve, sidomos tek fëmijët. Kafshët janë shumë të mira tek fëmijët për menaxhimin e streseve, emocioneve të ndryshme, ku ndoshta fëmia nuk mundet me i shpreh, por me një kafsh mundet me bashkëndje, me energjinë e kafshëve dhe tu lut me një kafsh mundet me shpreh edhe çka po ndjen brenda. Mundesh me pa sjelljet mes kafshëve dhe fëmijës. Sidomos në një shembull po marr, ndoshta nuk po marr shumë kohë, po domethënë një shembull tipik është kur një fëmijë atakon një kafshë. Pse po atakon ti kafshën? Edhe ajo është krijesë sikur ti. Domethënë, pse po ke frikë për asaj kafshës? Pse patjetër duhesh me ataku? Ose kundërta pse kafsha atakon? Kjo është problem gjeneratash Barba. Po, fiksa pa dashka me thonë, sepse ja u kanë fut në kokë që për shembull nëse nuk flen njerëmi thon çip. Nëse nuk flen të hanqeni, ja ke vrejtë edhe këtë shprehjen që ja thon fëmijëve, nëse nuk flen të hanqeni, nëse nuk kanë bukë të han peshku, apo më kupton tash pse fëmia nuk po shkon me notu në ujë, pse ti e ke fregu se ka me hongër peshku. Ai nuk e din që peshku është një krijesë që mas pakti të lëndon. Ose qeni nuk do me thonë që patjetër të atakon. E tjera do me thonë ne ja futim frikën fëmijëve ose ne si njerëz i krijojmë fobit ndaj qenjeve gjallësave tjera, të cilat në këtë botë vinë siç e thekët edhe ju më herët, ata vetë sakrifikohen për mbijetesë, për diçka të mirë. Domethënë
me një fjalë, dashuria, empatia dhe mirëkuptimi, çdo që e zbut edhe kthen në një dashuri të mirë, domethënë lidhja me kafshët, pra. Albatros, natyrën. çfarë në lidhje kiti në fakt me kafshët? Jetën time kam pas një papagall, një gjel, edhe një mac. Okej. Domethënë ka qenë Një farë kombinimi interesant. kombinimi interesant dhe i mbaja, domethënë është shumë interesant që maca që në rrethona normale ndoshta do të sulmonte papagallin, do ai papagalli e hypte macës në kokë, edhe se prekte fare, se e pranonte si njeri të shtëpisë. Lidhja me kafshë më është kaput, një histori është pak e trisht kjo, ne bëm një gabim, ishin këto vitet e 90-ta dhe për shembull papagallit ja lam emrin Idris. Në gjelit Rasim, macës Begishe. Domethënë ishte kjo koha e këtyne humoreve që bënte treshi për sheshja edhe pastaj kur Macës Begishe. Po, do me gruaja Begut. Edhe kur ngordhi papagalli, vdiq Idrizi, domethënë. Thuaj se një leçi dishim që kafsh, po dhe emri, domethënë ishte si figurë, si figurë, ishte një traumë. Pastaj vitet e 90-ta ishin vitet vështira dhe njerëzit kanë bujtë edhe në kuptimin e themi kështu dhe për bukë. Ka qenë edhe një moment të krize familjare e marrin gjelin edhe e prejmë. Edhe tash ti baba thotë, e prejtëm Rasimin. Gjel. Edhe domethënë ajo ideja tash domethënë edhe me hunger edhe unë smujta me përballu. Traumë. Çfarë smujta me përballu. Edhe kam pas asaj kam pas shumë problem domethënë që të kaloj edhe një herë në parat për historinë që të krijoj një lidhje, pastaj që ajo lidhje të shfutet. Unë besoj në ato që edhe kafshët kanë shpirt njëjtë sikurse njerëzit, kanë dashuri për jetën njëjtë sikurse njerëzit, edhe ne mund të mësojmë shumë çka prej tyre, por gjëja më e rëndësishme është që njeriu duhet t'ia përkujtojë vetes është që kafsha nuk të bën ty njeri, po duke e vëzhgu kafshën, mënyrën se si ajo e respekton identitetin e vet, nevojat e veta. Për shembull, kafshët janë shumë sakta në këtë gjë. Kjo është më tepër se instinkt. Është mënyrë jetese, edhe njeriu duhet ta respektojë qenien e vet si njeri. Ne jemi në majën e zinxhirit të ushqimit, që domethënë brenda nesh ekziston edhe pjesa jonë kafshërore. Edhe pjesa kafshërore del në pa, nale rahatin e jetës, zhduke ushqimin, bëjmë si ujku edhe ne. Kapa instinkti brutal i mbi jetesës. Absolutisht po. Por njeriu e ka edhe këtë pjesën tjetër që mundet të ngritet mbi këto instinkte, mund të jap për natyrën, mund të jap për tjetrin, mund të jap për jo vetëm të merr, po edhe të jap. Po. Edhe kjo unë mendoj që shoqërinë tonë, sidomos tash me këtë sulmin, vërshimin që e bën teknologjia në jetën tonë, njeriu e ka lënë mrapa këtë dimenzionin që duhet edhe me dhënë. Shikon, viç me marr. Prandaj edhe pyeta. Viç me marr. Edhe ti për shembull e vren, shembulli më konkret i kësaj është janë disa njerëz që presin me marr like, vetë s'pa like. Domethënë, nuk bëj like. Mu ma bëjnë like, domethënë. Tash ku është raporti natyror këtu? është shprehje kjo është më shumë se janë tlak, është ajo një shprehje e po domethënë kjo. Edhe unë mendoj që njeriu duhet m'ia përkujtu vetes që nuk duhet vetëm me marr, po duhet edhe me dhon, se shtjellimi i foljes jap kërkon me dhon. Se në Kosovë problem shtjellimi i disa foljeve. Albatros, por që ata dhe pyta thash, apo mungon empatia, pyta Bardhan. Në këto që ti po i përmend, apo humbet empatia, duke u prirur nga teknologjia edhe nga këto dinamikat, ndoshta të rrjeteve sociale, që do të thonë
sikur kjo video e pinguinit ka edhe shumë të tjera që u bë virale, po tek njerëzit Ja, apo zbehet ndjenja empatisë? Jo, nuk është që zbehet apo humbet, por është që njeriu duke kriju një lloj kështu ndërveprimi jo racional me teknologji, pa filtra, pa mekanizëm mbrojtjes vetvetes, fillon me imitu teknologji. Teknologjia funksionon në parimin 0-1. Gjithçka o 0-1, 1-0, 1-1, 0-0, domethënë gjithçka është 0-1. Përderisa njeriu ekziston edhe në atë hapësirën mes 0-s dhe nishit, në atë hapësirën para 0-s, në atë hapësirën pas nishit. Edhe ne nuk mund tash ta imitojmë teknologjinë dhe të pretendojmë që vazhdojmë të jemi njerëz. Empatia, sjelljet dashuria për shembull. Mënyra si e shpreh dashurinë. Dashuria nuk shprehet me një like, me një comment, me një post. A ka ndryshuar? Me një gjë, ato mund të jenë elemente nxitse të vogla, por nuk mund ta reduktosh ti dashurinë ja posh storin. E po që ja posh storin. E ka posh storin, po bëhet që se ka posh se e ka një account tjetër. Ka ndryshuar tash edhe kuptimi i dashurisë, kjo është përplasje gjenerale. Dashuria është e njëjtë, po njeriu tash duke e marrë teknologjinë si model kallëp, mendon që edhe një funksion që njerëzimi e ka me miliona vite mbrana vetës, që e kemi trashëguar pej parëve tonë krejt primitiv, tash ti mundesh me atë me reduktu në 0-1-0. Nuk mundesh. Psikologja mund të flet më tepër, po kjo është problem në mendimin tim. Po, fiks, këtu është problemi i digitalizimit që e cekëm edhe njerëzimit, sepse ndjenja, që empatia, nuk zaventsohet me teknologji, nuk mundesh, edhe për ata na jemi njerëz që dashurin e kemi të mbjellur brenda. Empatia është një gjë që është e natyrshme që vjen tek ne. Për ata më mirë dhe më të afër ndihemi në natyrë, me kafshët dhe me natyrën përgjithësi, domethënë jemi më të qetë, më të vlerësuar dhe më dashur, sepse jemi qenje njerëzore, po mbi gjitha jemi gjallësa. Domethënë edhe kafshët si kafshë kanë atë empatinë e vet, kanë dashurinë e vet, që shprehen në mënyra të ndryshme siç e kam se disa herë. Por edhe na si njerëz e kemi atë empatinë brenda që sado e shohim dikant në një foto, sado që flasim në FaceTime, nëse nuk e prekim, nuk e dojmë, nuk e kemi afër, nuk ja shprehim ato fjalë që ndjejna brenda, nuk mundet asnjëherë t'ja japësh mesazhin e njëjtë të dashurisë. Do të thënë për ata, ne si kur psikolog që mirëmi më tepër në anën e teknologjisë, pa e lanë anën është na mirëmi gjithmonë edhe me psikologjinë, gjitha aspektet e ndryshme, po mundohemi që mos ta largojmë këtë, do të thënë ta fusim këtë empatinë, ta lejmë të gjallë në një botë të teknologjisë, ku teknologjia puna dominon, do të thënë edhe trunin ka filluar të na kontrolloj. E këtu hyn kjo pjesa që e cika edhe më herët të vetë kontrollit, të rritjen e vetë kontrollit dhe të vetë disojmë njerëzit se si mos ta humbim këtë pjesë. Do të thënë po se në fakt është shumë interesant për mos me dalë edhe jashtë temës, po dashurinë që përmendi Albatrosi, dashuria në vitet më të kaluara ndoshta ka zgjatur më shumë edhe njerëz kanë qenë shumë më shumë vite bashkë. Ndërsa tash po priren të jetojnë sikur pinguini ndoshta të largohen dhe të janë më të vetmuar. Ndoshta është edhe teknologjia. Jo, është teknologjia, po është fakti që ne përpara ti ke pas edhe mbrojtje sociale. Ke pas institucione të fuqishme brenda shoqërisë që të kanë ofruar ty një lloj mbrojtje, edhe në njëjtën kohë dhe ka pas hapësirë më të vogël të manevrimit. Secili e ka njohur secilin, bota ka qenë shumë e vogël, ndërsa tash gjonat kanë ndryshuar. Njeriu e ndjen që mundësitë e zgjedhjes janë më të mëdha. Është rënuar edhe ai parimi që jeta është rritu, martohu, bë fëmijë, shtyje llojin, pritë vdekjen. Tash njerëzit këta refuzojnë. Edhe kërkojnë edhe gjona të tjera, kërkojnë edhe kënaqësi, kërkojnë edhe vetë përmbushje, kërkojnë ambicie në jetë. Por është një gjë që duhet të thonë që sot kemi edhe barazi sociale në kuptimin e gjinive. Nuk është më femra një person i cili në familje është fuqi punëtore ose është një zot që nuk kundërshton kurrë.
ka qenë koncepti i femrës, fuqi punëtore, edhe një zonë që nuk kundërshton kurrë. Sot kjo ka ndryshu. Femra refuzon të shihet si fuqi punëtore, e sheh veten vetëm si të barabartë në ekonominë familjare, edhe ka zonë, madje ndonjëherë ka edhe zonë despotik. Zonë diktatorial. Zonë diktatorial. Edhe tash kjo pastaj shkakton friksione, shkakton për grindje, çënë ndamje, meshkujt kanë një prirje të kenë një paaftësi për të menaxhu këto kriza. Non sepse mendojnë që do të mjafton mjafton veç imponimi i autoritetit, vullnetit tyne dhe ti po ma prish mua. Edhe thjesht ku më di çka po thot. Edhe tash këto janë ky brez, sidomos, ka vështirë me gjetë me kriju normalen e re. Vërtet, shumë e vërtet. Unë mendoj që duhet njerëzit të kenë pak më shumë guxim, duhet të shprehen pak më tepër, në rrjetet sociale duhet të shërbejnë vetëm thjesht si ngacmime, por nuk duhet me zaventësu takimin, nuk duhet me zaventësu komunikimin në tavolinë, bisedën, shkëmbimin e ngrohtë, normal. Nuk mundet më reduktu raportin në çift me shkëmbim mesazhesh. Ose vetëm me telefonatat shkurta. Po duhet njerëzit më taku, duhet me fol, duhet me ndje energjinë e tjetrit. Duhet me shku pak old school, si një farë forme. Në takime me lanë telefonin, edhe tash je edhe me kthy mrapa kështu ta, po ajo duhet me pranu faktin që nuk do të thonë që ky ka diçka me mshef. Se si ta Si tek ne të Si të tash. Ja, nis me Edhe unë desh tash me se e mendova kështu me kuptime sa i përket telefonit. Edhe nëse e ki kështu, edhe kështu është keq. Është një e keqe të rrjeteve sociale, teknologjisë, WhatsAppit, këtyre telefonave supermençur, është edhe ka rrit manin për kontroll. Është rrit mania për kontroll. Ta shoh, kur e ki like, kush ka shkru, kujna e ki post storit, kush ta ka post storin, andej, këndena, e gjen një like të para 3 viteve atje, dhe do më thonë, kjo është, në mendimin tem është mani. Edhe kjo shkakton palënturi edhe e vret ndjenjen. Nuk e vret dashurinë, po e vret ndjenjen. Ose qatë marrëdhënie që është çifti. Këto probleme Arjan nuk janë në botën. Gjelosia ekziston në botën e kafshëve. Po. Normal ka në kafsh, shumica prej tyre e kanë ndjenjë xhelozisë, kjo. Cila është kafsha më xheloze? Ose më territoriale që po përshkruan albatrosi? Me territoriale? Po, cila është? Po ne folëm, domethënë vetë ujqit jetojnë me territore. Ujqit. Bile është arsyeja pse ne jemi këtu. Mja prek të dashurën ujku, çka bë ujku? Unë follu smuret mja boaz blok, po diçka. Kjo më e rrezikshme pra. Edhe tek luani, tek të njëjtë shumica e kafshëve po njëjtë. Po rëndësia nuk është që zbe, sepse pse na jemi ardhur poshtë një kafsh, një pinguin ka prushtë. E vërtet. Pra kjo e bën që se kem çfarë pa i marr shembull mënyrën e tyre të jetës, po që është e vërtetë është që sa po prirën njerëz ndoshta me u vetëdijsu prej kësaj lodhjes të rrjeteve sociale, që siç po e përmend Albatrosi, pra është e lodhshme kur na shpesh në rreth në shoqëri dëgjojna marrëdhënie toksike të tilla, në fakt jo vetëm në rreth në shoqëri, po edhe në rrjete sociale, në për reality show, po e normalizojmë një lidhje toksike ndoshta që po e shohim vazhdimisht, edhe është e lodhshme. Sa po prirën njerëz tash të kthehen nga kjo bota, të lidhen me kafshë më shumë. Sidomos në vendin tonë më intereson. Është fillimisht me rëndësi misionin tem kur e komunisë me tregu për rëndësinë e kafshëve në ekosistemin përgjithësi, po edhe për vetë njëri. Domthonë mos harroni kafshët punojnë për neve, ne s'punojmë për to kurrë. E kuptoni që janë miliarda shpend shtektarë dhe jo shtektarë që kalojnë mbi qiellin e planetit çdo vit. Kur e kupton se ata konsumojnë dikur 500 deri në 600 milion ton insekte, qysh e këshim menaxhu na popullatën e insekte një rase njerëzore, këshim ujnë në qysh. Është e pamundur. Çka dojnë kafshët vetëm në milion rahat, mos më shkuën në territoret tyne, me u shkatërru habitatet me ndërtime, me djegje masive të pyjeve, me dëmtime të lumenëve, jemi vendi me dëmtime shkatërimin e lumenëve më shumë të se në këtë Evropën. Do të thonë, një turist ju me marrë do të me shku maleve, me ratë qoshe, mos me kalu ka lumen. Ti që shtu e shkatron një krijes tjetër që e po punon për ty.
Një dallën dyshe vetë me konsumon diku 750 mushkonja brenda 24 ore. Kur I kupton çdo, ti dush mu lidh pastaj edhe me botën tjetër, me krijesa tjera që po punojnë për ty, ti s'po po kurrë për to. Se groja globale nuk vjen prej kafshëve. As ka me orë kurrë prej neve rrocës njerëzore. Prandaj unë mendoj që puna, postimet, ku duhet me shfrytëzuar rrjetet sociale për të mirë në këtë rast. Informacione shkencore sidomos për kafshët se çfarë punët mrekullueshme bëjnë për neve, atëherë njerëz që kanë ndjenja për menes ju ka met një pikë emocionin në shpirtin e tyre, kanë me reflektu pozitivisht, mandej mu marrë edhe me kasht, me fillu me I dasht, me ikë për dëshmërisë, për asoj komfort zonës që thamë, edhe me punu pak edhe për vete. Mandej kur filla me punu për mirëqenien e kafshëve, ti tu punu për veten, se thash ne Po, është e shpjegove, po, shumë mirë. nuk mundemi me mbjetu, është e pamundur. A ke hasur ndonjëherë me njerëz që ke bashkëpunu ndoshta që kanë fobi ndaj kafshëve? Po, Se është edhe fobia ndaj tyre, nuk është që ndoshta kanë patjetër me I bë dëm kafshëve, po psikologja bardha din besoj më mirë, ndoshta albatrosi nuk e di, që shumica e fobive kalon duke përballë me to. Po na nuk përballë. Nuk pranojmë kurrë. Ka në ajo siçet. Kur Ka në ajo nuk hiqet. Po, është e mundur. Komplet nuk heket, po mundet me u menaxhu. Me u Është e menaxhu, mundur. sepse fobijat ose gjana pak më ekstreme, siç janë traumat më herët që ceke, fobijat, janë gjëra që na qëndrojnë në vetëdijen tonë, në ndërdijen tonë. Po. Por ne nëse punojmë me to, ballafaqohemi me to, mundemi të fillojmë të menaxhojmë. Por janë disa raste që janë shumë të rënda që nështë marrin më shumë kohë, nështë edhe gjithë jeta ju kalon dhe komplet nuk munden ta menaxhojnë, fatkeqësisht. Por ekspozimin ndaj tyre, mësimet e teknikave, për menaxhimin e tyre, atëherë fillojmë të menaxhojmë natyrshëm edhe fobinë ndaj kafshëve, sidomos këtë rendi fobia ndaj qenve, macave, siç e cekëm më herët. ose edhe insekteve, Dhe insekteve, po unë për vete kam pas fobi ndaj insekteve shumë të madhe, po dikur janë isa më mësuar une që edhe me të hongër mbjetan. Tash unë kam një zakon që kam një dashuri ndaj kafshëve, unë kam edhe një mace në shtëpi, edhe shpesh herë të rrugëve kam qef me ushqy. Po. Tash problemi nuk më ne. Por shembull, unë kur jam e lodhur vet, mu personalisht, kur jam e lodhur nga puna, nga gjana që ndodhen gjatë ditës, edhe përdorimi tepër teknologjisë, nganjëherë një mace në rrugë ose një qen, s'po flas për macën time që e kam në shtëpi, po edhe nëse dal me hecë edhe shoh një qen ose një mace që ka pak më shumë nevojë për një ndihmë, çka do të vogël që mundem një ushqim, një ujë, më ia dhën, shtin me u ndi mirë, sepse shoh dashurinë që ta jep, automatikisht e ka atë empatinë ndaj teje, edhe pse është i friksuar, ndoshta i trishtuar për jetës që ka jashtë, sepse e dim që kafshët shpesh edhe keq trajtohen, fatkeqësisht edhe ndihet ndoshta komplet I tmerruar, por në çat moment kur e jep ti ushqimin e ka një farë besimi afër teje, edhe dyqysh thotë, dyqysh shikon me ata faleminderit, a bën me ndajt edhe pak afër, edhe e ndjen atë ngrohtësinë, atë energjinë që ta jep. Për ata edhe ne si njerëz na duhet me shkëmby këta. Po, ka edhe raste ku mund vërtasim, pse po jep ushqim, vjen na han, vjen na vën këta, por na rrin te dera. Po, në fakt e vërtetë është. Prandaj edhe deshta më lidh me këtë çështjen e fobisë, se ndoshta kjo duhet me u kriju pak më herët në moshë edhe tek fëmijët, që me u lidh më shumë me natyrën, me qenë më prezent në natyrë, sesa ndoshta pranë telefonave dhe këtyre rrjeteve sociale, me qenë në natyrë dhe të rrethum ndoshta pak më shumë me kafshë. Çfarë do të qofshin ato? Më fal se ndoshta po përsëritem, po qysh edhe në fillim e thash që ne si krijesa jemi kriju të lidhemi me natyrën. Ashtu jemi kriju. Jemi pjesë e pandashme. Jemi pjesë e pandashme e gjithë natyrës. Çka do që hyn në natyrë, domethënë të gjitha gjallësat e tjera, nuk po flasim na për gjallësa që janë të rrezikshme për njerëz dhe nuk duhet të shkojmë në xhungël dhe të ballafaqohemi me kafshët që nuk e njohin. Na mundemi me I pa nga larg, po ata nuk na njohin neve edhe ndoshta na shohin sikur një rrezikshmëri për ta, edhe ata arsyeja pse bëjnë më mirë një jetë se sa unë, po arsyeja nëse pse ta takojnë ata është vetëm se për vend mbrojtjen e tyre ose çfarëdo që ke bërë një gabim që nuk e din që e ke bërë territorin e tyre. E ke një shembull shumë të freskët pasi që ke jetuar në Amerikë, në Yellowstone, porkun më të madh nacional, apo në Kenya ku isha unë, Masai Mara, porkun, sepse janë 26 porçe tikun. Ti e sheh që kafshët kanë filluar shumë me nejt pranë njeriut,
kjo nuk kupton që pse te na nuk rrinë, sepse me dekada i kemi gjuajt, i kemi masakru, i kemi dhunu, na është bardh me gjenerata që kjo trajtimi, keq trajtimi ndaj kafshëve dhe nuk është. Prandaj dhe unë e them shpesh, kush është fotograf, wildlife fotografer, apo fotografi jetës së Kosovës, për më shumë i mirë. S'ka shumë problem këtu. Nuk i ki si Yellowstone, si atje që thash. Po si janë të trishtuara, janë të traumatizuara prej neve, racës njerëzore, sa që probleme ki me shembull. A më lejnë të bëj pyetje Ariane. Po. Ti ke vëzhguar shumë kafshët. Dhe në menimin tënd, kafshët a komunikojnë me gjusin e apo me telepati? Ma shumë me telepati. Si merren vesh, domethënë. E kanë ndjenjën e kur e shohin, se unë besoj që shohin ata urën, pjesën e brendshme që normalisht njerit nuk ja sheh. Ne ti mundesh me instikti jam edhe joti kur rrin e dim prafërsisht se çfarë personi je, po kur nuk e din çfarë mund bërej pas disa viteve. Për ne kemi shumë raste albatos që jemi zhgënjur me njerëz që të ka dalë ke dikush tjetër që se ke prit, po të kishte qenë shumë i aftë nasi si prej neve, nuk ke shortë që situatë. Po kafshët e kanë ndjenjen, te mocët ti e din. E ndjejnë. Personi ai albatrosi pas ka po atë qyshe dim na. Ne dim kur jemi nervoz, vim prej punës, na njerëz dhe jemi kena më mos nervozoft kërkush. Fëmia jo pak ta plas kanë era din, sepse njeriu përpiqet me shpjegu botën pitunis për vetës. Dhe ne për shembull si formë komunikimi përdorim gjuhën. Po. Por kafshët janë gjendje me kry funksione sociale shumë sofistikume. Edhe nuk e nxjerrin fjalë për goje. Domethënë tash, edhe është dilemë, për shembull unë lexoj këto literaturë, ka teori ndryshme, por ato dështon me pyet, a komunikojnë me ndonjë gjuhë apo kanë me telepati. Por aftësia e njerëzve për komunikim është për mos më ardh deri te kulminacioni kur kafshët atakohen mes vete, sepse ndoshta nuk mundem me ul me bën një bisedë sikur na. A më kupton, ne sikur njerëzit e kuptojnë. Jeta sociale e kafshëve jeta sociale që kjo është diferenca. Po, është shoqëria, është dhuntia, bukuria e kafshëve që mundën pa fjalë. Po, për shembull, i na kam lidh pingvini, i sheh ato kolonitë e pingvinëve, janë pafund. Po. Ata rrinë në perspektivën tonë rrinë tërkohën në heshtje. Asi fjalë se siç e kuptojmë ne botën. Domthonë, si komunikojnë ata me njëri tjetrin, si është. Dhe unë menoj që vetë fakti që jetojnë në komunitet, kanë jetë sociale të tyre, ata komunikojnë, themi në rojnë ai muhabet. Si merren vesh? Unë menoj që është me telepati, por ato është një formë telepatie. Mos po do ta kuptojmë që është një realitet, se dhe sa kemi kohë. Jo, mos tani jemi minutat fundit, po. Okej, lirin që ka njeriu në këtë planet nuk e kanë krijesa të tjera, domthonë çfarë ne mund bëjmë këtu nuk e kanë kafshët. Prandaj dhe mohimi i kësaj që ne ja mohojmë disa drejta, disa mundësi, është direkt bie përgjegjësia mbi neve. Këto thirrje që i bëjmë ne gjithmonë këtu është ajo targeti jonë që me pas parasysh që ki të bësh me krijesa që kanë shumë mundime për mbijetesë, nuk e kanë hiç lehtë, nuk e kanë një kondicioner për raste të caktuara kur ndihesh ti i zhek shumë për mu fladit. Ata e bujnë këti metodë tjetër, domethënë që njeri përdor shumë metoda natyrore që ose mundesh për shembull mu ndihmu ndërmjet vetë në raste të caktuara me Covidin, na ka kallëzuar se sa jem taft në ndihmu ndërmjet vetë kur e shohim një zort të madh, kënd kafshë nuk e kanë. Bune përshtypje që ka raste që njerëzit zhgënjehen shumë që nëse jem shumë inteligjent edhe ndoshta nuk kishe zhgënjur prej dikujna, ndërsa te kafshët është ndryshe, që kafshët e kanë më të zhvilluar këtë pjesën e telepatisë, pra. Unë shpesh me këtë që tha dhe me që jemi drejt minutave të fundit për me përmbyll me këtë që tha dhe Barda, tha që kur e ushqen një kafshë i thonë mos se po na vjen afër. Unë për shembull e kam pas një farë fobie prej macave, nuk e di pse më ka ardhur kjo, po unë në shembull kur i shoh macat shumë, edhe pse unë kam atë fobi, ato mu më vinë afër. Është shumë interesant, ato më ndjekin mu. Unë mendoj si nështë të dojnë me tregu që nuk janë domethënë edhe kom dëgju këto që sa më shumë që i frigohesh, ato vinë më afër teje. Shembull, nuk e di sa është e vërtet. Jo, definitivisht mundet me pas secili, nëse frigosh të merrosh për një qeni. E shet që ai ka me të ndjekje, ka me të po në momentin kur një dush me kuptu, domethënë rolin tënë në këtë botë, domethënë nuk është roli jot
me shku mu ballafaqu bre me traumatizu qend, ne kemi punë tjera, lej ata rahat Po domthon. çka nëse qend janë të traumatizuar A e bajnë, më falë, tash pyetje, edhe unë po bëj një pyetje. A e bajnë pse dojnë me tregu që nuk janë të rrezikshëm për ty apo ta takojmë se ti po frikohesh prej tyre? Çta Njerëz, jo kafshët, e kam fjalën për shembull për qenin kur frikohesh se ai tenton me t'u afru. po. Ose macja se motra pak e ka një fobi ndaj kafshëve edhe kur vjen me vizitu për shembull ai e don tepër. Edhe vjen edhe kjo e don, po vetëm me prek nuk ka çejf, për shembull reagon. Po ai shkon ton kohën afër me tregu. Tash a është me tregu që kam dashni për ty apo veç po vi me tregu? Nuk ka qen këtë botë, sa do agresiv që është ti e din. Që nuk zbutet, nuk vjen pikin ku dëshiron ti nëse u shen pa po dy të herë. Ai don besimin e fitu te ti. Është ajo, është po pyetja jeme është pse të vjen mrapa, të vjen mrapa pse don me tregu për shembull që unë nuk ta takoj, kam dashni ndaj teje apo pse i vjen i natë që ti nuk e don, nuk e di tash nata e kuptohet si na ska. Gjithmonë për atë sa dim, mos harro se bota aktorë, jo, është zbuluar shumë pak, ne kemi po që ka shumë. Na spedinat njerëzve ajo të kafshëve. Absolutisht po. Po gjithmonë vjen me tregu që nuk është armik kundrejt teje, domethënë jepi pak një dashni, jepi pak një mundësi. Prandaj po them sepse ndryshe se unë ashtu kam pa, unë ashtu e shoh. Unë shoh kur një kafshë vjen don me tregu që nuk jam armik e jote, po du me kriju një mitësi, me dashni me ty. Shumë herë jam bën njerëz të pyeten, si ka mundësi një person që po shkon çdo ditë në destinacion caktuar, po ju ushqen qend. Pse vetë stop e dojnë krejt qend? E si nuk po. Varet nga mënyra se si krijohet dashni mirënjohje ndaj njëri. Unë macën që ushqejte këpuna, domethënë ajo unë nuk e shoh hiç nganjëherë është në pemë prej pemës zbrit poshtë dhe vjen. Te unë më njëherë kam ardhur dhe kam ndaj tom, kam më prit. Domethënë është interesant. Po shumë e rëndësishme edhe mënyra që na vetë krijojmë raportin ndaj kafshëve, po me që jemi edhe minutave të fundit të këtij edicioni se shkon shumë shpejt edhe unë kisha dashur ta lëm me vazhdu edhe me marr informacione prej Arjanit, sidomos rreth kësaj fushë. Po, Arjan, për fund një mesazh, ndoshta çka e sheh vetën viteve të ardhshme, a ka ndonjë formë që e sheh duke i trajtu të rinjt ose të rejat me qenë pjesë e kësaj natyre ose kësaj fushë që edhe po e tregon që ka mungesë në fakt? Unë po e vrej një nevojë shumë të madhe për ligjërata nëpër shkollat mesme fillore, besa dhe në universitet, se kam qenë shpesh edhe kam pa që kanë informacione shumë minimale, edhe kur vjen me ju fol për sekretet e botës shtazore, besoj ka pas rast kur kom hyrë tek një profesor i biologjisë, një gjeografisë, më ka ftu për me ligjëru për botën e kazhëve, edhe në fund më ka thonë po çdo çka u bune. Ishte shumë në zonë Albatros. Tu mos ngu zhurma për ti, ma sikur në të solit, pa interesim. Ta poshtë në që e u bone, kur gjë më shumë spjegova për diçka që këta nuk e kanë ditë dhe këta kanë duhet më knash. Ata dush me i prek në emocione, në gjana të cilet ju kanë mungu kohë gjatë. Shembull për rëndësinë e këtyre kazhëve që i cekat i tash. Po sa njerëz i kanë ditë për shembull këto ose i dinë sot, që thash mbi 500-600 milion tonë insekte eliminojnë shpend. Pra ka informacione që njerëzit edhe janë të interesuar, po thjesht nuk kanë se ku me i marrë ose nuk ka njerëz që... Ne do të fokusohemi tek këto pika ku njerëzit kanë nevojë më shumë për të njohur, mandej që jenë pjesë e këtyre grupeve ku ne mund të punojmë, të largojmë pak pikë në rrjeteve sociale, të shfrytëzojmë për mirë. Edhe këto është synimi jam, domethënë informacioni mbi rëndësinë e botës shtazore, kafshët përgjithësi nëpërmjet mediave, në këtë rast televizion ku punojmë, mediave sociale të mijat. Por më shumë të ligjëratat nëpër shkolla kom pa që po ka shumë ndikim sepse e tham, kështu që Albatrosi, Bardha, ndryshe është kur ja ofër tyne, sepse më ka ndodhur me ligjëru edhe nëpërmjet Zoomit, e kom pa që është edhe muhabet kur i ofër, të pyesin. Po. Ndryshe është edhe komunikimi dhe efekti ndoshta. Edhe efekti, shumë është efekti me. Se sa nga rrjetet sociale, pikërisht për temën që po flasim sot, Bardha. Një mesazh për fund, me që edhe po e përmbyllim këtë edicion, ndoshta krahas këtyre që tha Arjani për botën e kafshëve. Okej, kisha mujt me thënë që teknologjia është një gjë që na duhet, por njerëzimi, nëse mund ta quajmë atë empatinë, dashurinë që kemi ne sikur njerëz, nuk mund ta zëvendësoj teknologjia, kështu që prap natyra është ajo që na lidh neve si njerëz dhe të mundohemi ta mbajmë sa më afër.
Po, Albatros përveç Mesazhi jem do herë duhet më shku old school. old school. Shumë qartë. Mirë, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e distriktit sonte, edhe shpresoj të shihemi përsëri edhe në edicionet e tjera. Faleminderit. Miq të dashur, këtu po e përmbyllim edhe këtë edicion të emisionit Distrikt, tani së bashku do të shihemi të dielën e ardhshme. Deri atëherë, mirë mbëjtje.